ndodhi në mes të Tiranës, në një nga ngjarjet më të mëdha në vend, siç është Xhiro d'Italia, me policinë në çdo cep, me lajmërime të vazhdueshme, me rregulla të qarta, përsëri dikush injoron rregullat dhe përplas ciklistin. Shikoj pak këtë. Por problemi nuk është tek rregulli, as tek polici, problemi është zemra. Sot nuk kemi më respekt për asgjë, nuk ka respekt për garën, nuk ka respekt për tjetrin, nuk ka respekt për jetën. Secili bën ç'të doj, secili vendos rregullat e veta. Kur ne nuk respektojmë krijuesin dhe rregullat e tij, si do respektojmë rregullat e Xhiro d'Italias? Si do respektojmë tjetrin? Sipas mendimit tënd, pse e kemi humbur respektin në jetë? Më shkruaj më poshtë dhe bëj follow. Zotit Bekov.